Tër vitesh edhe ajo ka qenë afër përmbysjes, kështu që kësaj herë gjaset janë shumë të mëdha për përmbysje të rezultatit. Dhe ne jemi të sigurt që përmbysja do të ndodhë. Ne jemi të hapur dhe kemi qenë të gatshëm edhe për koalicion, sidomos me subjektin e tretë që ka dalë në viti, me PDK-n. Edhe kemi ofruar gatishmërinë tonë, edhe pse bisedat janë të mira, jemi afër, po që ata nuk kanë pas gatishmëri për momentin për me pas një marrëveshje të konkretizuar apo një koalicion zyrtar jo deri më tani. Megjithatë, unë shoh disponimin qytetarëve, disponimin edhe të votuesve, po edhe të njerëzve në strukturat të PDK-s që janë për mbështetje ndaj kandidaturës sime dhe jam i bindur që e njëjta do të vazhdojë edhe që përfundimisht në viti do të ketë një ndryshim me 9 nëntor. Pra, duke shpresuar që do të gjeni mbështetje nga një i tretë ose i katërt, siç janë në radhë sipas fuqisë së votës, kur po thoni biseda të mira me PDK-n, në shkuptim të mira, jeni dakorduar se sa pushtet do kenë ata, sa do keni ju, apo jeni pajtuar çfarë kërkojnë ata, ata janë pajtuar çfarë ofroni ju, çka të mira dhe pse në fund nuk u bë koalicioni? Jo, ne jemi në parim jemi dakordu ose kemi shpreh gatishmërinë tonë në fakt për me pas një bashkëqeverisje, edhe pse ato janë dakord edhe janë kundër kandidaturës tjetër, për shkak se ato kanë qenë bashkëqeverisje edhe 4 vitet e shkuara, edhe e dinë se çfarë bashkëqeverisje ka pas, e dinë çfarë zotime premtime ka pas për kryetarit aktual. Atëherë e cilat nuk janë përmbajt, realisht ai ka thyer, ka shkel marrëveshjen që ka pas më herët me to, se ka pas një marrëveshje ndonë se jo publike, po ka pas një marrëveshje para 4 vitesh, domosdoshmë gjatë kohës balotazhit, edhe ata nuk janë sigurt që ata nuk do ta mbështesin kandidaturën e tij kësaj here, po që nuk ka pas një gatishmëri me gjasa prej trysnisë prej nivelit qendror që të ketë një koalicion zyrtar. Kjo është ajo çka ne kemi kuptuar deri më tash. Megjithatë, njerëz prej strukturat Partisë Demokratike në viti, domthonë Degës në viti, po edhe elektorati i PDK-s në viti është i orientuar për mbështetje ndaj kandidaturës tonë edhe që në fakt e kanë dëshmuar edhe në rundën e parë që janë për ndryshim. Edhe unë besoj që kjo do të jetë përgjigjja funditare. Pra, po thoni që qendra po e mban peng një farforme PDK-n në viti që të mos orientohet ka. Në base asaj që kemi kuptuar na është qendra pikërisht, sepse ne koalicionin e kemi të pashmangshëm me Partinë Demokratike për shkak edhe të numrit të asamblezëve, këto e kemi thonë edhe ne, e thonë edhe ata, e dinë edhe ata, po që për momentin për shkak po them sigurisht trysnisë për nivelit qendror, ata nuk kanë gatishmërinë për të pas një konkretizim kësaj marrëveshje dhe me pas një koalicion zyrtar.